A kam gjona thot që nuk shkoj të kunati edhe të kunata pasi s'kan lanë dredhi rran pa na ba në sy pashtu edhe fsheu razi apo tinza. Kunati edhe kunata nuk është obligim që ti me shku të ta. Nuk është obligim. Nëse ke për qëllim kunati vllai burrit, burri e ka obligim me majt lidhje të farefisnore me vllain e vet. Kunata nëse ke për qëllim gruaja e vllait burrit ose motra burrit, cilla do s'ka lidhje, ti personalisht si nuse nuk i ke obligim me majt lidhje farefisnore me ta. Me ta ka obligim me vllain e vet, me motrën e vet, burri me majt lidhje farefisnore. Kur themi lidhje farefisnore, nuk nënkupton që sabah akşam me shku te njëri tjetri. Sabah akşam me pi kafe me hongër buke dreka darka bashk. Nuk nënkupton. E shet që kanë zullumin e madh, kanë shpifjet e mëdhaja, rana e tjerë dredhina, çka vetëm në raste emergjente, në raste të një fatkeqësie, Zoti na ruaj, një vdekje, një smundje, një fejes, një darsëm, shkon gjysorë, ja bën për hajër burrit, nëse dën ti me shku, edhe shet që është e arsyeshme me shku, mirë është me shku. Ama na po e keq kuptojmë mbajtjen e lidhjeve farefisnore. Me dikon nuk ja vlen me majt lidhjet farefisnore, domethënë me zgat shumë llafe, se mos keq kuptohemi, na duhet me majt lidhje farefisnore. Mos më okuput prej tane, por nuk nënkupton që na ma shku me i përqaf ata dhe me jo pull durët edhe kamët edhe me mendu ata që ky s'ka qare pa mu se Zoti obligon edhe aj me dal meq. Jo. Jo, që është ti ma ban, unë di me ta bo 2 fish. Unë di me ta bo 3 fish, po unë s'pëdu me ta ba. Prandaj që ka baj, largohem prej ti, heq. Kjo është të më thonë, kur ti ndodhë një rast shkoje, baj për hajrë, një rast deke, i ringat, bëmë se be, dhe më thonë, me uvaros, i vdekur i ti, me e kryt pamën, i ma qëndrimet e mija. Prapi ma qëndrimet e mija. Prandaj ti nuk ke obligim në pyetjen tane, që t'jesh pa tjetër, të rish me ta, e tjerë.